E pra të dashur miqtë e mi, përshëndetje për të gjithë, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar surprizën e bukur që sonte do të ndodhë në shtëpinë e Big Brother. Mateo sot brenda asaj shtëpie ka patur jashtëzakonisht drona të bukur të cilët i dhuronin forcë, ka qenë një ndër banorët që ka patur më së shumti surpriza. Do me thënë, mbrëmja madhore ka filluar për Mateon që ditën. Me patjetër që nuk është një mesazh i bukur për banorët fatkeqësisht, e shikoja që e përballonin shumë keq, e përballonin i çik me inat këtë pjesën e Mateos, por Mateo tashmë ka arritur që të merr sinjalin dhe ka arritur që ta kupton që jashtë shtëpisë së Big Brotherit, sinqeriteti i tij, vërtetësia e tij, djali i mrekullueshëm që ai është, njeriu që ai është shndruar në një lloj fenomeni. Ju e dini shumë bukur se produksioni i Big Brotherit, por njëkohësisht edhe faqja e Mateo Borit e ka bërë publike që Mateo sonte do të surprizohet nga një familjar i tij. Njëherë fillimisht do të ndëgjojmë linjën e jetës së Mateos, i cili do të mbetet vetëm në dhomën e ndenjës, dhe më pas do të përjetojmë surprizën që e di që ato emocione të cilat do t'i përjeton Mateo dhe familjari që është përzgjedhur nga produksioni do të transmetohen edhe tek ne. Unë mendoj dhe dyshoj që Mateo ka folë shumë për afrimitetin dhe marrëdhënien që ka me të jatin. Mendoj që sonte pjesë e këtij spektakli, pjesë e prajmi do të jetë ose nëna ose babai i Mateos. Tani, pyetja që më është bërë mua sot është kjo: Tirona mendon që ky takim, kjo surprizë do ndikon në marrëdhënien e Mateos dhe Brikenës, do të prish atë apo do të ngjis atë? Unë jam shumë i bindur që familjarët e Mateos dhe të afërmit e Mateos, gjithashtu si familjarët e Brikenës, tashmë e kanë pranuar realitetin e të dyve. Do me thënë, në Instagramin e Mateos, po të futeni në story janë të gjitha postimet me Brikenën. Në Instagramin e Brikenës, po të futeni në story janë të gjitha postimet me Mateon. Lëvizja e vetme që do të bëhet sonte nga familjari i Mateos, në qoftë se do t'jepte një informacion nga jashtë, mendoj që do të adreson një sinjal të Brikena që afro me Mateon thuaj po se çdo gjë është okay jashtë, sepse unë mendoj që Brikena e ka një lloj frike se si ajo do të pritet jashtë e familja, se çfarë ajo do të ndodh me familjen e saj, edhe pse në fakt takimi që Brikena bëri me nënën e Mateos e la për të kuptuar, por mendoj që sonte ky takim do të jetë, do të thënë ky sinjal do të jetë një rrugë e mirë, një dritë jeshile që Brikena të liroj pak shpirtin e saj dhe ta thotë të vërtetën, se realisht nuk është duke e thënë të vërtetën. Brikena ndjen për Mateon, ka emocione për Mateon, por nuk e pranon realitetin e vërtet. Tani çfarë po ndodh? A do takoj familjari Mateos Brikenën? Sipas rregullave duhet me patjetër që ta takoj, sepse dhe Mateo doli takoj nënën e Brikenës dhe unë pres sonte që Brikena të del të takoj babain apo nënën e Mateo, sepse nuk pres që realisht të jetë motra, pasi që Mateo ka folë më së shumti për t'jatin edhe për vllaun në Gjermani. Le ta presim sonte se çfarë të ndodh, le të jetë kjo një augur, si i thonë në gjuhën popullore, dhe le të vazhdoj e lumtur dashuria e këtij çifti.